përshëndes të nderuar teleshikues, unë jam Albir Akip, do të jemi së bashku për gjatë minutave në vijim, teksa në nisje të kësaj hapësire do të ndalemi dhe do të flasim sa i takon operacionit të zhvilluar që në orët e para të mëngjesit kundër trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike, pastrimit të parave dhe shpërdorimit të detyrës, një operacion i udhëhequr nga drejtoria hetimore antimafia e Barit dhe autoritetet shqiptare me ndihmën e Interpolit, zyrës së ekspertit për sigurinë në Tiranë dhe policisë shqiptare. Do të ndalemi dhe do të flasim sa i takon këtij operacioni, një operacion nga i cili janë lëshuar 52 urdhër areste. Më bashkojnë në këtë moment eksperti i sigurisë Fation Softa. Zoti Softa, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fax News. Përshëndetje dhe faleminderit. Zoti Softa, një mega operacion që ka çuar në lëshimin e 52 urdhër aresteve, emra të njohur të botës së krimit, nuk kanë munguar as emrat e zyrtarëve të lartë shtetëror, të policisë, të drejtësisë. Një koment të përgjithshëm sa i takon këtij operacioni dhe më pas ndalemi pak tek ajo se çfarë ka bërë më shumë përshtypje nga konferenca e përbashkët e kreut të SPAK zotit Dumani dhe përfaqësuesve të tjerë të lartë të drejtësisë italiane dhe jo vetëm. Ky është një nga operacionet më të mëdha të organizuara midis prokurorisë italiane, prokurorëve italianë dhe prokurorëve shqiptar, duke përdorur sigurisht dhe strukturat e policisë shqiptare, dhe një operacion i quajtur Ura, i cili daton se nga 2021 hetimet e këtij grupi, dhe ajo çfarë i ndan prokurorët shqiptar dhe prokurorët italian është prokurori i Barit, zoti Rossi, e cilëson atë mafia shqiptare, e cila është shumë organizuar dhe e shtrirë ndërkombëtarisht, dhe pjesa shqiptare që e cilëson atë grupet kriminale shqiptare apo grupet e strukturuara shqiptare. Pra ka një diferencë mafia dhe grupe të strukturuara. Kjo është një diferencë. Dhe kjo ka ardhur si rrëdhoi një hetimi ku burimi fillestar për të krijuar këtë hetim ka qenë pikërisht dhënat e mbara nga Sky dhe Encrochat, përgjigje të mbara, të cilët janë kthyer në një platformë hetimi nga fillimisht antimafia e Romës dhe pastaj deleguar zonës së Puljes, Barit, për shkak të zonës ku ata zhvillonin aktivitetin. Pra kemi dy linja të kokainës dhe të heroinës, njëra linjë që vinte nga Turqia dhe pjesa tjetër që vinte nga vendet e Amerikës së Jugut, duke pasur bazën në Pulja dhe trafikimin nëpërmjet territorit italian dhe vende tjera, ku nuk mund të lëm pa përmendur Gjermaninë, Hollandën dhe Francën, vende ku ata shpërndanin apo trafikonin lëndët narkotike, si dhe linja e pastrimit parave, ku nëpërmjet linjave të furgonëve apo të autobusëve, të cilët janë të filmuara, të regjistruara me probleme me gjithë teknikën e nevojshme që përdoren prokurorët, ku kanë evidentuar se një sasi e madhe parash vinte në territorin shqiptar dhe është përdorur për pastrimin e saj nëpërmjet linjave të ndryshme, si imobiliare, ashtu dhe njësi shërbime, ashtu dhe në ndërtim. E qartë, ndërkohë bëhet fjalë për sekuestron e një shume të madhe parash, zoti Softa, bëhet fjalë për goditjen e grupeve të strukturuara kriminale, sekuestrimin e qindra kilogramëve lëndë narkotike dhe jo vetëm, e cilësojmë dot si një nga arritjet më të mëdha, të paktën për vitin 2025 të SPAK-ut kryesisht dhe bashkëpunëtorëve të tij. Është një nga grupet më të mëdha. Kjo ishte edhe deklarata e zotit Dumani. Është një nga grupet më të mëdha dhe më të rrezikshme në vend, kryesisht me bazë në Durrës, ku veprojnë prej kohësh dhe brenda tyre kishte bashkëpunëtorë të cilët ishin aktiv, funksionar në policinë e shtetit, flasim për individ, nuk po flasim për të balë mbi strukturën e policisë, dhe një avokat, biznesmen dhe personat të tjerë të cilët një pjesë e tyre u bën
publik në rrëmjet konferencës së përbashkët për shtymit të prokurorëve shqiptar dhe atyre italian, dhe sigurisht një pjesë e hetimeve të cilët për shkak të sekretet hetimor nuk bëhen për publikun, sepse mund të kemi ndoshta dhe implikime të tyre. Janë përdorur në këtë hetim të gjatë për disa vite, pra rreth 3 vjet, janë përdorur serverat, këtu pastaj është kërkuar bashkëpunime me Eurojust, janë përdorur bashkëpunëtor drejtësisë, përgjimet telefonike, përgjimet ambientale, GPS-et për lëvizjen e mjeteve të tyre, dhe si rrëdhoj e këtij hetimi u bë ky operacion që daton me datën e sotme, që mund të ndodhte edhe para datës 11 maj, po për shkak të angazhimit të strukturës PAK dhe policisë shtetit në procesin zgjedhor për task force-ën apo elemente sigurisë, u bë mundur sot ku ishin 52 urdhëraresa, nga të cilët 40 janë ekzekutuar. Vetëm 40 janë ekzekutuar në këto momente që ne flasim, zoti Softa, pjesa tjetër janë 40 eksponentë janë ekzekutuar. Pjesa tjetër? Pjesa tjetër janë persone të cilët një biznesmen i shpallur kërkim, pra është larguar, dhe pjesa tjetër pastaj është që priten të kemi ekzekutimin e këtyre urdhëraresave. Por megjithatë, pjesa më e madhe e tyre, ajo pjesa më e rëndësishme e tyre, është bërë ekzekutimi. Janë bllokuar disa 3 restorante, mos gaboj, një bar kafe, një televizion në Vlorë dhe disa njësi shërbimi. E qartë. Sasi e keshit që ju thatë, 4.5 milion, rreth 5 milion euro, kjo është bllokuar. Dhe operacioni zhvillimi e sipër, sepse thjesht është pjesa për cilën është e vlerësueshme i fakti që në praktikën e prokurorëve italian ka një transparencë për media dhe për publikun, duke publikuar çfarë ata kanë arritur dhe çfarë ata duhet të publikojnë apo të informojnë publikun në rrjet mediave. Dhe si qëndron qasja në këto momente që ne flasim për drejtësi në vendin ton, zoti Softa, çfarë sjell dhe çfarë do të provoj ky mega operacion në vijim? Sigurisht që në praktikën e antimafjes italiane apo të prokurorisë italiane, hetimet janë për një periudhë të gjatë, nuk janë hetimet të cilët ndërpriten dhe kryesisht shkojnë 4, 5, 6 muaj. Ato shkojnë nga 1 deri në 3 vjet. Për këtë rast, hetimet kanë nisur që prej vitit 2021, mos gabohem, zoti Softa. Po që nga 2021, ajo datimi i këtij grupi është 2016, nga të cilat këto dhëna erdhën si dhe doja asaj platforme që shërbeu si bazë dhe indicie për të ndërtuar, po themi, atë që ishte hetim. Hetimi është ngritur, thash, nga task force apo nga antimafja e Romës dhe pastaj është deleguar barit, Puljes, sepse aty ishte edhe baza, qendra ku kishte dhe qendra e aktivitetit të tyre. Ndërkohë, zoti Softa, këtu janë përfshirë italian dhe shqiptar, pra nuk janë vetëm shqiptar, por janë dhe italian. Dhe ky operacion është zhvilluar dhe në territorin italian në të njëjtën kohë. E kam të qartë. Në mos gabohem, policia e shtetit shqiptar ka qenë thjesht e pranishme në terren, pra sipas informacioneve, vetëm për qëllime vëzhgimi dhe për të ndërhyrë në rast nevoje. Çka nuk kuptojnë që pjesa më e madhe e këtij operacioni i cili vijon të mbetet në zhvillim është ekzekutuar dhe realizuar nga antimafja italiane dhe byroja kombëtare e hetimit në bashkëpunim patjetër edhe me prokurorinë e posaçme. Ndërkaq policia e shtetit është njoftuar mbrëmjen e dieshme sa i takon këtij operacioni, zoti Softa. Një koment sa i takon kësaj pike? Kanë qenë sipas zotit Proda në këtë konferencë përbashkët, prokuror italian shqiptar Spaku dhe drejtori i përgjithshëm i policisë shtetit zoti Proda, i cili deklaroi që në këtë operacion morën pjesë 340 punonjës policie dhe kryesisht jo thjesht punonjës të zakonshëm, por kanë qenë në sektorët elit të policisë shtetit, të cilët kanë qenë në mbështetje të strukturës
të grupit të prokurorëve, SPAK dhe Byros e hetimit, prokurorës kombëtare të hetimit, në ekzekutimin e urdhër arrestave. Pra nuk ka marrë pjesë në pjesën hetimore, por ka qenë tek pjesa e ekzekutimit të urdhër arrestave ndaj 52 personave të cilët ishin me vendim gjykate. Ishin me vendim gjykate. Sa e shton besimin kundrejt drejtësisë shqiptare ky operacion, zoti Softa? Unë vlerësoj interpretimin apo komentin që bën prokurori italian, zoti Rossi por dhe të tjerë, ku ata e vlerësuan shumë bashkëpunimin me partnerët shqiptar për mënyrën e shkëmbimit të informacionit në kohë reale, sepse këto hetime nuk janë thjesht nxjerrjen e urdhër arreste, por janë hetime të cilat janë shtrirë në kohë, dhe për aq kohë sa janë shtrirë në kohë ka pasur një shkëmbim informacioni reciprok midis palëve. Sepse kishim aktivitete që kryeshin në të dy territoret, prandaj edhe operacioni i quajtur Ura, ku aktiviteti i lëndëve narkotike ishte në territorin italian, por ka shërbyer dhe tranzit territori shqiptar kryesisht për drogën që vinte nga Turqia dhe parat që vinin kesh nëpërmjet këtyre linjave të autobusëve, ku shoferët ishin ata të cilët merreshin dhe vendoshin parat në automjetet e tyre, dhe gjithë kjo pjesë që nga momenti i nisjes nga territori italian dhe deri në arritjen në territorin shqiptar, dhe pastaj mbajtja nën kontroll nëpërmjet këtyre teknikave, pajisjeve, por patjetër dhe personave në terren, ku kemi dhe bashkëpunëtorë drejtësisë, të cilët kanë ndihmuar këtë hetim të kryer midis dy vendeve. Ky që vlerësimi nga pala italiane ishte i lartë për pjesën shqiptare, që tregoi jo vetëm shkallëzshmëria, por dhe profesionalizmi në realizimin e këtij finalizimit të këtij mega operacioni të madh. Kjo tregon që nuk është operacioni i parë, nuk është operacioni i fundit. Ajo që ne themi grupet shqetësuese, kryesisht në Vlorë, në Durrës dhe në vende të tjera, vazhdon të jenë prezent, të jenë aktiv, dhe goditja ndaj grupeve kriminale do të jetë një nga prioritetet që ka dhe struktura e posaçme, dhe nëse do të dalë nga këto përgjime për shkak të sekuestrimit të telefoneve, të pajisjeve të tjera, nëse mund të kemi dhe aktivizim të tyre gjatë procesit zgjedhor. E kuptoj. Ndërkohë, zoti Softa, unë dua të mbetem sërish tek puna që prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka realizuar të paktën edhe gjatë muajt të fushatës elektorale, sa i takon task force-s ngritur për krimet zgjedhore. Si keni parë ju zhvillimet? Ndërkaq duhet kujtoj që vetëm një ditë më parë janë zhvilluar kontrollet e imtësishme në bashkinë e Klosit, aty ku dyshohet se është realizuar shitblerja e votës, janë sekuestruar celularët e disa prej funksionarëve dhe zyrtarëve të tjerë të kësaj bashkie. Ndalemi fillimisht tek ky zhvillim dhe më pas një panoramë të përgjithshme të punës së SPAK-ut, mënyrën se si ju e keni parë, a është bërë mjaftueshëm, a duhej bërë më shumë sa i takon çështjes së krimit zgjedhor e të tjerë. Kjo strukturë u përdor gjatë fushatës në dy kënd vështrime. Pra palët i bën dy interpretime. Pra u përfshi politikisht, një palë sigurisht pjesa drejtuese ose maggioranca që thotë që SPAK-u nuk pati arrestime dhe nuk pati veprime në terren, sepse nuk gjeti element që mund të ishin dhe mund të përbënin krim zgjedhor. Dhe pjesa e opozitës, e cila thoshte që SPAK-u nuk është përfshirë dhe SPAK-u nuk veproi në disa raste për cilën ato kanë komunikuar dhe kanë denoncuar, duke njoftuar, siç ka qenë rasti i zotit Kolliçi, disa telefonata dhe nuk kanë pasur reagim nga kjo strukturë për të evidentuar disa raste të cilat ata i kishin evidentuar nga daljet në terren. Por pavarësisht nga këndvështrimi dhe qëndrimi apo përdorimi i kësaj strukture për qëllime politike apo jo politike, kjo strukturë sigurisht që këto janë prova që duhet mbledhur të jenë të mjaftueshme,
dhe operacionet sekuestrimit të aparaturave, telefonave, të komunikimit, në telemet të kompjuterave e tjerë, duhet të nxjerrin provat mjaftueshme për të parë sa dhe si mund të ketë element apo individ apo struktura të përfshira në këtë proces zgjedhor. Dhe mendoj që koha për cilën do të veprojë duhet të jetë e mjaftueshme dhe këto operacione apo këto veprime të kësaj strukture mendoj që do të nxjerrin në pa sa ka qenë dhe sa ndikim ka pasur në procesin zgjedhor krimi organizuar, sa ka pasur ndikim korrupsioni dhe sa ka pasur ndikim strukturët shtetërore apo personat të cilët mund të kenë abuzuar me ligjin duke përdorur infrastrukturën, parat publike në funksion të shitblerjes së votës. Ndërkaq, ishte e nevojshme pjesëmarrja e vetë SPAK-ut dhe kryetarit të saj zotit Dumani përfshirja në task force-ën e cila u ngrit posaçërisht për krime zgjedhore dhe deri në këto momente që ne flasim aq zhvillime sa kemi në duar dhe aq zhvillime sa janë publike, a është arritur një rezultat i mirë apo një rezultat jo i suksesshëm sa i takon punës së bërë duke padur parasysh me të gjitha problematikat të cilat ka hasur fushata elektorale dhe jo vetëm? Ka dy pozicione, pozicioni i maggiorancës dhe pozicioni i opozitës. Opozita ka adresuar disa shqetësime, që kryesisht sipas saj problem shqetësues mbetet vota e emigrantëve shqiptar. Po. Mënyra e dërgimit, mënyra e numërimit, mënyra e fotografimit e tjerë, pra kanë kërkuar pamjet filmike, po jo pak edhe brenda maggiorancës, pavarësisht nga disa zëra, kanë kërkuar pamjet filmike, sidomos momentit e numërimit të votës, sepse secili prej tyre mendon që mund të jetë deleguar vota tek kolegët apo tek personat të tjerë. Dhe ky proces nuk ka përfunduar, por këto delegime patjetër kërkojnë një lloj hetimi nga kjo strukturë me anë të asaj task force ku përfshihen tre struktura të rëndësishme. Është komisioni zgjedhor, i cili ka menaxhimin, por edhe kontrollin e sistemit votës dhe prokuroria e përgjithshme të sigurisë dhe strukturë posaçme. Pra gjitha këto shqetësime duhet të delegohen, duhet të ndiqen përveç po themi hapave ligjor, por duhet të hetimi lidhur për të parë dhe për të vërtetuar nëse kemi apo jo abuzime me votën. Kështu që është në zhvillim e sipër, nuk mendoj se quhet i përfunduar. Dhe duhet presim A ka qenë mjaftueshme? Dhe një konkluzion që ata duhet nxjerrin. Prezenca e agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit dhe të SPAK sa i takon këtij operacioni kombëtar, le ta quajmë kështu zoti Softa, për ta përmbyllur këtë hapësirë së bashku, sepse e di që keni dhe angazhime të tjera. Nuk besoj që kjo strukturë ka qenë aq e plot sa të monitorojë territorin. Pra, në një farë mënyrë lihet hapësirë dhe përçedime. Është e pamundur ta kontrollosh territorin dhe është e pamundur të vendosësh gjithçka kur ato kanë me mirë detyra të tjera, nuk është vetëm ky proces. Por janë përqendruar sipas këndvështrimit tim në qytetet më problematike të cilët kanë dhe historinë e manipulimit të zgjedhjeve ose të ndërhyrjes së grupeve kriminale. Kryesisht kanë qenë përqendruar Elbasani, Durrësi, Shkodra, Ciri, Vlora, aty ku fundit edhe tashmë aty ku janë dhe problematika dhe përplasjet me dinamikën politikës ku aludohet përdorimin e institucioneve shtetërore apo për sa i përket mundësisë për manipulim, janë këto sektor ose këta zona ato të cilët janë bërë tashmë prezent, por kryesisht edhe për votat e emigrantëve të cilët kërkojnë për të hetuar lidhur me zarfat e arritura, mënyrën e numërimit, mënyrën e si ka bërë transportimi nërmjet postës, si ka vepruar, a janë të monitoruar gjitha veprimet nga momenti i arritjes nga jashtë dhe deri në momentin e arritjes së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Pra gjitha këto do jenë pjesë e një betejë të ashpër midis palëve, por dhe sigurisht edhe një sfidë ndaj strukturës posaçme për parë nëse ajo ka qenë në gjendje me kapacitetet e saj, me profesionalizmin e saj dhe paanshmërinë e saj, ta ketë menaxhuar atë për të krijuar tek publiku besueshmërinë, jo vetëm për këtë proces, por edhe për proceset e tjera zgjedhore.
E qartë, zëri Softa, të falenderoj shumë për të gjitha informacionet, për të gjitha analizën e ndarë për Fox News, si gjithmonë është kënaqësi të kemi komentin dhe opinionin tuaj. Faleminderit. Mirë, deri në këtë moment kemi qëndruar me ekspertin e sigurisë zotin Fatjon Softa për të diskutuar sa i takon mega operacionit të koduar ura, një operacion i cili ka sjell lëshimin e 52 urdhër arresteve, një operacion i iniciuar që për vitit 2021, Prokuroria e Posaçme SPAK, Antimafia Italiane, Byroja Kombëtare e Hetimit, por një rol ka patur edhe policia e shtetit në vendin tonë. Ne shkëputemi në publicitet.